Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një recetë tradicionale që quhet palanik ose dhallanik, siç quhet në zona të ndryshme. Kjo është një recetë e trashëguar nga gjyshja ime. Ka zona të ndryshme që e quajnë edhe dhallanik, për shkak se brumi për këtë recetë përgatitet me dhall apo me kos. Në familjen time receta përgatitet shumë thjesht, siç do ta shikoni edhe në video, dhe ne e quajmë palanik. Le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim për këtë recetë do të përgatisim brumin ose qullin në këtë rast, pasi do të përgatisim një qull pak a shumë me trashësinë si qulli i krepave ose i palaçinkave. Për përgatitjen e qullit, në një tas të madh, unë kam shtuar një kokër vezë, kam shtuar tek veza krip sipas dëshirës. Shtojmë një majluge çaji me sodë buke, kjo është në dëshirën tuaj. Unë ja shtoj pasi e ndihmon gjatë kohës që piqet në furrë. Mund të përdorni edhe pluhur për pjekje nëse keni dëshirë në vend të sodës së bukës. I trazojmë të gjithë përbërësit mirë me një tel kuzhine dhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe kosin. Mund ta përgatisni edhe me dhall, por unë në këtë rast kam vepruar në këtë mënyrë, kam shtuar në fillim 2 gota plot me kos dhe më pas kam shtuar edhe 2 gota plot me ujë të ftohtë. Është njësoj si të përdorni dhall, duke qenë se unë nuk kisha dhall, atëherë kam përdorur në këtë mënyrë. Dhe tani në tas do të shtojmë edhe mielin. Për këtë recetë, duke qenë se kam përdorur 4 gota me dhall ose 2 gota me kos dhe 2 gota me ujë, për mielin më janë dashur rreth 2 gota e pak me miell. Kam përdorur të njëjtën gotë që kam përdorur për të matur kosin dhe ujin. Megjithatë, mielin e shtoni pjesë dhe duke e trazuar vazhdimisht për ta parë edhe vetë se sa të trashë doni qullin në fund. Siç u thash edhe në fillim, qulli që do të përgatisim për këtë recetë ka pak a shumë trashësinë e qullit që përgatisim kur bëjmë krepa ose palaçinka. Keni parasysh që gjatë gjithë kohës ta trazoni mirë mielin në mënyrë që të treten të gjitha kokrat që mund të krijohen gjatë kohës që shtojmë mielin në tas. Për pjesën e dytë të recetës, na duhet 200 ose 300 gram gjalp i shkrirë dhe gjithashtu mund të shtoni edhe një kokër vezë tek gjalpi i shkrirë dhe t'i trazoni së bashku. Para se të nisi me shtrimin e petëve në tepsi, mos harroni të ndisni furrën në 220 ose 250 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet mirë. Tani do të fillojmë me procesin. Me një furçë do të lyejmë nga masa e gjalpit, do të lyejmë tepsinë që kemi. Do të shtojmë nga pak nga qulli që kemi përgatitur në tepsi, siç e shikoni edhe në video, duke formuar një shtresë të lehtë. Dhe tani tepsinë siç e keni e fusim në furrë në pjesën më të sipërme të furrës. Pra, për këtë recetë nuk na duhet që tepsia të vendoset në mes apo në fund të furrës. Gjithmonë tepsia do të vendoset në pjesën e sipërme të furrës dhe e lëm që të piqet peta në këtë mënyrë për të paktën 1 minutë. Megjithatë, kjo varet edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj dhe nga furra që do të përdorni. Me rëndësi është që kur shikoni që peta ka filluar të ngrihet pak, edhe që pjesët anësore të petës ka marrë një ngjyrë kafe të lehtë, ose edhe në pjesën e sipërme të petës mund të shikoni pjesë të vogla kafe, kjo tregon që peta është pjekur siç duhet. Tani jemi gati që tepsinë ta heqim nga furra dhe të vazhdojmë me shtrimin e petës së dytë ose shtresës së dytë. Dhe kështu do ta përsërisim procesin derisa të përfundojmë të gjithë qullin që kemi përgatitur. Siç u thash, është një recetë që ngjan pak me flin, prandaj kush ka përgatitur flimin përpara, këtë recetë do ta ketë shumë të thjeshtë. Po ua lë që ta shikoni vetë procesin, se si e kam përgatitur unë palanikun deri në fund. Një gjë të rëndësishme dua t'ju them që pas ta nxirrni tepsinë nga furra, përpara se të hedhim në tepsi qullin që kemi përgatitur për të krijuar shtresën tjetër, duhet që secilën shtresë ta lyejmë më parë nga masa e gjalpit dhe e vezës që kemi përgatitur. Në këtë mënyrë, pra duke lyer me gjalpit dhe me vezë, do të bëhen ndarjet shumë mirë midis petëve, midis njëra tjetrës, për të krijuar atë efektin e fetave që ndahen në fund fare, por edhe për të krijuar shtresat që të ndahen nga njëra tjetra. Nëse nuk e lyeni me gjalp dhe me vezë,
Petë do të ngjiten me njëra tjetrën dhe palaniku nuk do të dalë ashtu siç duhet. Pra pasi kemi pjekur petën e parë, e heqim nga furra, e lyejmë me pak gjalp dhe vezë sipër me anë të një furçe. Dhe tani sipër do të hedhim sërish nga pak qull, duke krijuar një shtresë të lehtë dhe tani sërish tepsin e fusim në furrë. Edhe procesin e përsërisim njësoj derisa të përfundojë gjithë qulli. Në fund fare, kur e keni përfunduar të gjithë lëngun që keni përgatitur dhe keni pjekur edhe petën e fundit, tani palanikun do ta presim, mund ta prisni sipas formave që keni dëshirë. Dhe para se ta fusim në furrë sërish për të marrë një pjekje të lehtë, do ta lyejmë sërish sipër me masën e gjalpit dhe të vezës që kemi përgatitur që më parë. Dhe tani palanikun e kemi gati për ta futur në furrë edhe për 20 ose 25 minuta të tjera, ose derisa të shikoni që fetat janë ndarë nga njëra tjetra dhe janë krijuar hapësira midis tyre, edhe sipër ka marrë atë ngjyrën e bukur të pjekjes. Tani palanikun e kemi gati ta heqim nga furra, e lëm pak që të ftohet dhe më pas e servirim për familjen tonë. Më besoni që është një recetë shumë e mirë, fantastike, me pak përbërës, por del vërtet shumë e shijshme. Shpresoj shumë që ta provoni dhe më pas të lini komentet dhe përshtypjet tuaja poshtë videos. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Kjo është receta që unë kisha përgatitur sot për ju. Nëse ju pëlqeu, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.